Të nderuar vllazën e motra, miq dhe të ftuar, mirë se keni ardhur. Ju dëshirojmë mirëseardhjen në këtë mbrëmje të bekuar të natës së Kadrit. Është kënaqësi që t'ju shohim të mbledhur në numër kaq të madh për të ndarë së bashku bukën dhe lutjet tona. Të hënën në mbrëmje, më 16 mars, me rastin e natës së Kadrit, Xhamia Shqiptare e Torontos shtroi një iftar për rreth 500 anëtar të saj. Pamjet që po shfaqim në ekran janë fiksuar nga kamera jonë në Capitol Banquet Hall gjatë ceremonisë që i priu kësaj darket për masave të mëdha dhe rëndësisë së veçantë. Të gjitha shpenzimet ishin mbuluar nga anëtar të kryesisë, si dhe anëtar të tjerë të komunitetit. Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni kronikën e zgjeruar të kësaj veprimtarie. Mirë se u gjetëm. Mirë se na erdhë. Për çfarë jemi mbledhur sonte këtu? Për nata e Kadrit, iftarin sot peshton Xhamia Shqiptare. Sot është dita që është nata e Kadrit, ngjihet si një muj, një natë. Kjo për sa i përket rëndësisë së ditës, po të flasim pak për pjesëmarrësit, kush është ftuar sonte këtu? Antarët e xhamisë kanë ardhur për iftar këtu, edhe ta falim Taravih namazin, natën e 4, që është natë e bereqetit, natë e shëndetit. Sa ju kam ndjekur unë juve, si pasqyrë shqiptare, mos është kjo vallë hera e parë që organizohet një iftar kaq i madh në Capitol Banquet Hall, zakonisht është mbajtur në xhami. Zakonisht e kemi mbajtur në xhami, po si tash është çftohet s'mund ta mbajmë, prandaj vëmë këtë, edhe kemi shumë më tepër antarë të xhamisë që kanë ardhur sot ta festojnë këtë natë. Dardan, ka disa vite që xhamia është gjallëruar. Ka më shumë aktivitete, ka pjesëmarrje, rinia është afruar. Si shpjegoni ju këtë gjallërim të xhamisë? Antarët gjithë kanë pas qef, po me vullnet kanë filluar me jep kohën më shumë, çdo aktivitet që bëjmë, vetëm më shumë rekord apo bëhen me piknika, me shembull sot, besojmë sot më shumë se 500 njerëz që vinë, e ka me konë iftari më i madh në historinë të xhamin tonë. Është vetëm te antarësia, se s'ka lidhje sa punë bëhet, po është puna antarët që po vinë, se është vështirë, se shembull sot është e hanë, nesër kemi punë, po apet mashallah, më shumë se 500 njerëz po vinë. Po bojnë kohë, më bo bashkë si shqiptar, si musliman, me pas një natë shumë të mirë. Së pari duhet më shumë aktivitete për njerëzit, se njerëzit sot janë të mbyllur. Po s'bëre aktivitete si piknika, si sende të tjera, golfin bëjmë të njëjtën, ashtu që njerëzia të intereson, ne ftojmë edhe bëjmë gjëra kështu që s'janë bërë ndonjëherë. Por atë shkak njerëzia po afrohen edhe po shtohet antarësia. Edhe rinia afrohen më shumë. Dardan, po koha në cilën jetojmë, a luan një faktor, një rol në afrimin e njerëzve drejt Zotit, drejt Perëndis? Po besoj që po, se është vështirë me mbajt traditat tona në Kanadë, shembull, si mi mbajt në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, në këto venet, e tash koha që ka ardhur është vetëm ma ka laj hupe tradita. Për që ta na, si njerëz xhamisë, si komunitetin tonë, do të më jap edhe më zor, me punu edhe më shumë, mi tregu njerëz çfarë me rëndësi ka që me ardhën për këto aktivitetet. Pse që nuk e bojmë na sot, çdo vit që shkon, vetëm më vështirë ka me konë. E që ajo problemi është që tash është momenti që mi mësu fëmijët tonë, mi mësu njerëz tonë, për gjuhën tonë, për fejen tonë, e çdo sen, tani mundet me mbajt. Na mujna me mbajt traditat tona për 100 vjetë e ma shumë. A keni statistika një shpërndarjen gjeografike të antarësisë, nga vjen antarësia juaj? Shumica janë, ma shumë se 60% janë në Etobicoke edhe në Mississauga. Tjertë kemi edhe në Londër, Kitchener, Hamilton kemi, po edhe në East End, Oshawa, Stouffville, Barrie, po shumica janë Etobicoke edhe në Mississauga për antarët tonë. Si e keni organizuar darkën, kush ka gatuar, si nga pikpamja organizative, si keni vepruar? Sote darkën e kena bo me Capitol Banquet Center këtu, po si gjithmonë vajzat e granë tonë kanë ambulsina e kanë pru prej shtëpia
Se gjithë kur i kena pas këtë iftar të xhamia kanë tru shumë, po si vjetë edhe ma shumë kanë tru, se janë edhe ma shumë njerëz. Ju përshëndes juve Ilir edhe toni, pasqyre shqiptare, faleminderit gjithë që vjeni këto që na japin një mundësi që kur kemi aktivitetet na me tregu krejtve se çka duhet shqiptarët musliman edhe që nuk janë musliman, po që janë shqiptarë që më bo bashkë. Faleminderit shumë. Allahu Gjellëshanuhu lidhur me këtë natë ka thënë, ne kemi zbritur Kur'anin në një natë të begatshme, të bereqetshme. Pra në një natë e cila përcakton fatin e të gjitha krijesave. Fatin e çdo gjëje çfarë bëhet për një vit, ai përcaktohet në natën e Kadrit. Gjithsesi, inshallah, shpresojmë se të jetë kjo natë. Kjo natë të nderuar xhamatli na jep shpresë të gjithëve. Ashtu sikur se shpresa e Zotit fuqiplot është gjithmonë afër neve, por kjo na jep shpresë edhe më shumë se njeriu me pak gjëra që i bën në këtë botë mund të arrish shpërblime të mëdha të Zotit fuqiplot. Me gjitha gjasat, nata e Kadrit i bie gjithmonë, inshallah, natën e 27 të muajit të bekuar Ramazan. Edhe pse ne duhet ta kërkojmë gjatë 10 ditëve të fundit të muajit Ramazan, gjatë 10 ditë të fundit, e sidomos gjatë prej 25 deri në 30, domethënë në netët tek 25 edhe 27, pra lutim Zotin fuqiplot inshallah që të arrim këtë natë, arrim shpërblimet e saj, edhe njëherë urime e me fat na qoft, Allahu inshallah lutjet tona na i pranoft ja Rabbi, agjerimin, adhurimet dhe Zoti dalshim nga ky Ramazan duke qenë të falur nga të gjitha gjunat e gabimet inshallah taala. Ju faleminderit shumë. Pre luftën veshaj largohë, që është lindër të lëtor, kush është buar, nuk frikohet, për vdesin një dashmor. Bravo, 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 bravo. Një faleminderim i veçantë shkon për të gjithë prindrit, për kushtimi juaj për të sjellë fëmijët në xhami dhe për të rritur me vlerat e fesë dhe respektit është një dhuratë e madhe për të ardhmen e komunitetit tonë. Dhe sigurisht faleminderit të gjithë fëmijëve të mrekullueshëm. Ju jeni e ardhmja jonë. Vazhdoni të mësoni, të respektoni njëri tjetrin dhe të jeni krenar për fenë, kulturën dhe familjet tuaja. Nata e Kadrit është një kujtesë për të reflektuar për të ardhmen, për të falur dhe për të kërkuar mëshirën e Allahut. Le të lutemi që kjo natë të na sjellë paqe në zemrat tona, mirësi në familjet tona dhe unitet në komunitetin ton. Allahu i pranoft lutjet dhe ardhurimet tona. Allahu ju bekatoft juve dhe familjet tuaja. Ju uroj të gjithve një natë të Kadrit të pranuar me paqe, shëndet dhe bagati. Faleminderit shumë. It is amazing to see how our community continues to grow. Every year we see more families, more youth, and more people coming together. Nights like tonight show that our community is alive and getting stronger. Nata e Kadrit is one of the most blessed nights in Islam. It is a night better than 1,000 months. It is a night of mercy, forgiveness, and acceptance of our prayers. Tonight, we should all be grateful. Grateful to Allah for giving us the chance to be here. Grateful that we can practice our faith freely. Ne duhet të vazhdojmë të ndërtojmë një komunitet të fortë për fëmijët tanë dhe për të ardhmen. Kur mbledhemi bashkë kështu, tregojmë se çfarë është e mundur. Jemi një komunitet i fortë dhe duhet të qëndrojmë gjithmonë bashkë. Allah i na pranoft agjerimin dhe lutjet tona dhe e bekoft komunitetin tonë. Faleminderit të gjithëve për pjesëmarrjen. Ramadan Mubarak. O Allah, ti je falës e do faljen, më fal mua. Pra një ndër gjërat që ne duhet të bëjmë tani para iftarit është që ne të lutemi, të përkushtohemi Zotit, sepse duke e ditur në këtë moment para iftarit, në këtë natë, në këtë Ramazan, në 10 ditëshin e fundit, është momenti më i përshtatshëm që na pranohen duat. Allahu na begatoft të gjithëve.
Allahu na pranoft agjërimin e kësaj dite. Allahu na pranoft çdo adhurim në këtë natë. Allahu na bëf prej atyre që i largon nga zjarri i xhehenemit për hir të këtij muaji të madh, na bashkoft gjithë si besimtar, edhe Allahu ja shpërblef për pjesëmarrjen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. حي على الفلاح